në këto pamje kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ku do të mbaj fjalën e tij përshëndetëse së bashku me personalitete drejtues të tjerë të Partisë Demokratike, por po ashtu edhe të fondacionit Konrad Adenauer. Do të ndjekim tashmë në këto momente aktivitetin i cili është gjithçka gati dhe fjalën e përfaqësuesve të Partisë Demokratike, sigurisht edhe liderit të saj, zotit Sali Fillimisht në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dua të falenderoj Fondacionin Konrad Adenauer për këtë organizim dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer prej vitesh tashmë që ka me grupin parlamentar dhe me Partinë Demokratike. Ne besojmë fuqimisht që mundësitë të tilla bashkëpunimi janë një ndihmëse e madhe për rritjen e kapaciteteve për grupin parlamentar dhe për Partinë Demokratike. Është një tregues shumë pozitiv që në këtë legjislaturë grupi ynë ka 30% deputet për herë të parë, edhe pse sapo ka nisur rrugën e tyre parlamentare, eksperienca e secilit prej kolegëve në fushat nga vinë është një kontribut i çmuar jo vetëm për grupin parlamentar, por edhe për kuvendin e Shqipërisë. Takimi i sotëm do të shërbejë si një mundësi e mirë për të shkëmbyer ide, eksperjenca me kolegë brenda grupit që ka një eksperiencë më të gjatë parlamentare, por edhe për të ndarë me ekspert nga më të mirët përvoja apo mendime si tema nga komunikimi publik, parlamentarizmi në Shqipëri apo procesi i ligjvënës në dobi të interesit të qytetarëve. Si deputet të opozitës, përgjegjësia që kemi marrë përsipër në kushtet kritike ku ndodhet vendi ynë, më shumë se një akt thjesht përfaqësimi, është një mision kombëtar për të mos lejuar të rrëshqasim në kohët e errta të Shqipërisë. Kjo kërkon nga secili prej nesh vërtetësi dhe guxim. Vërtetësi me kauza që ngren, vërtetësi në kontaktin me qytetarët, vërtetësi në atë çfarë transmetojmë në kuvend në emër të qytetarëve. Guxim sepse shpesh të qenurit e vërtet në Shqipëri të bën objekt të sulmeve të padrejta, të bën objekt të anatemimit, të bën objekt të tentativës për të mbyllur gojen. Dhe nëse ka një shembull më domethënës në politikën shqiptare që e ka treguar në këto 35 vite, edhe vërtetësi, edhe guxim, ai është Sali Berisha. Eksperienca e të cilit në këto dy cilësi që secili prej nesh është betuar t'i ruaj sa kohë është deputet, janë të çmuara. Kështu që pa humbur kohë, po ja kaloj fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha.